Kjo ngjarje e rënd ka tronditur opinionin publik italian. Dy automjete në pronësi të gazetarit investigativ Sifrito Runaci dhe vajzës së tij shpërthyen gjatë natës në qytetin Pomezia pranë Romës. Sipas mediave italiane, shpërtimi ndodhi në orët e vona të natës në lagjen Campo Oscolano, ku jeton Ranucci me familjen. Zjarri përfshiu plotësisht makinat e parkuara para banesës, ndërsa shpërtimi ishte aq i fuqishëm sa tronditi gjithë zonat përreth. Ngjarjen e bëri të ditur vetë gazetari përmes një postimi në rrjetet sociale ku tregoi se dy pajisje shpërthyese ishin vendosur në makinat e tij. Shpërtimet ishin aq të fuqishme sa tronditën të gjithë lagjen. Vajza ime kishte parkuar makinën vetëm 20 minuta më parë. Ajo mund të kishte vdekur, shkroi Ranucci, tronditur. Fatmirësisht askush nuk u lëndua, por fasada e banesës fësoi dëme të konsiderueshme. Njësi zjarrfikse dhe skuadra e çaktivizimit të bombave mbërritën menjëherë në vendngjarje për të siguruar zonën dhe për të kontrolluar nëse kishte pajisje të tjera shpërthyese. Sipas Ranucci, në mund të jetë përdorur rreth 1 kilogram eksploziv artizanal. Hetimet janë marrë në dorë nga prokuroria e antimafias, ndërkohë policia po analizon pamjet e kamerave të sigurisë përreth zonës për të zbardhur autorët dhe motivet e mundshme të ngjarjes. Vetë gazetari nuk e përjashton mundësinë që sulmi të jetë një paralajmërim i lidhur me investigimet e fundit të emisionit të Report, ku ai kishte paralajmëruar tema me jeshmëri të lartë politike dhe ekonomike. Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi reagoi me indinjat duke shprehur solidaritet të plot me gazetarin dhe familjen e tij. Ky është një akt burrasak dhe i papranueshëm, një sulm ndaj lirisë së shtypit dhe vetë themeleve të demokracisë son, deklaroi ai.